عليك باحترام أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل الرواية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me të vërtet që të gjitha adhurimet, madhërimet dhe falënderimet i takojnë, i përkasin dhe i meriton vetëm Allahu i lartë madhëruar, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë për Allahut mbrojtje nga të këqijat e veteve tona dhe veprave tona. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në rrugën e drejtë, nuk e devijon dot askush prej saj, ndërsa atë të cilin Allahu e ka lënë në humbje, askush tjetër nuk mundet dot ta udhëzojë në rrugën e drejtë përveç Allahut të lartë madhëruar. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush dhe asgjë tjetër me të drejtë përveç Allahut të lartë madhëruar, i cili është një i vetëm dhe i pashok, pa ortak, pa rival. Dhe gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguar i tij, vula e të gjithë të dërguarve, vula e të gjithë pejgamberëve deri në ditën e Kiametit, pejgamber dhe profet pas të cilit nuk ka më. Thot Allahu i lartë madhëruar, duke u drejtuar besimtarve: o ju të cilët keni besuar, kijeni frikë Allahun me një frikë të vërtetë dhe mos t'ju gjej juve vdekja, mos t'ju kap juve vdekja ndryshe, vetëm në gjendjen duke qenë besimtar musliman. O ju njerëz, friksojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi juve nga një njeri i vetëm prej Ademit alayhi salatu wassalam, pastaj prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe pastaj pas atyre të dyve ai krijoi burra dhe gra shumë. Dhe kini frikë Allahun në emrin e të cilit ju pyesni, kërkoni nga njëri tjetri të drejtat tuaja, kini frikë Allahun dhe ruani lidhjet e gjakut, lidhjet farefisnore, dhe dijeni se më të vërtetë Allahu është gjithmonë mbikëqyrës mbi juve. Allahu azza wa jall gjithashtu ka thënë: o ju të cilët keni besuar, kini frikë Allahun dhe flisni gjithmonë fjalë të drejta. Është ai Allahu i cili i përmirëson punët tuaja, veprat tuaja dhe i fal gjunahet tuaja. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë që ka arritur një fitore madhështore, e cila është ruajtja nga zjarri i xhenemit, shpëtimi nga zjarri i xhenemit dhe futja në xhennet. Me të vërtetë që fjala më e mirë është libri i Allahut, Kurani fisnik, Kurani madhështor, ndërsa udhëzimi dhe rruga më e mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija në fe janë ato të shpikurat për të cilat nuk ka argument fetar. Pra janë ato të shtuarat, ato që janë shtesa dhe shpike në fe, dhe çdo gjë e shpikur, çdo gjë shtesë në fe konsiderohet bidat, pra risi, gjë e re që nuk ka qenë më përpara në fe,
çdo bidat është humbje dhe çdo humbje të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. O robrit e Allahut, dijeni ashtu sikur se ju dëshmoni dhe vet se koha në jetën e dynjas kalon shpejt. Të gjithë ne jemi dëshmitar se si vjen muaji i Ramazanit dhe ditët e tij fillojnë e paksohen, duke kaluar shpejt një e nga një. Ne shikojmë se si përpara syve tan njëra ditë ikën dhe pasohet nga dita tjetër, e po ashtu me kalimin e ditëve ikin javët dhe muajt, por në të njëjtin kohë zvoglohet dhe ngushtohet koha e qëndrimit ton në këtë dynja dhe paksohet afati jon i kufizuar që na e ka përcaktuar Allahu i lartë madhëruar për të jetuar në jetën e kësaj bote të shkurtër dhe kalimtare. Allahu i lartë madhëruar ka thënë të vërtetën në Kur'anin madhështor, kur i ka cilësuar ditët e agjerimit të Ramazanit si ditë të numëruara, si ditë të caktuara, si ditë të kufizuara, kur ka thënë Allahu xhalla shanuhu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ju të cilët keni besuar, agjerimi i muajit të Ramazanit u është bërë juve detyrim, ashtu sikur se ka qenë detyrim edhe i popujve të tjerë përpara jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Dhe menjëherë pas këtij ajeti, menjëherë pas këtij verseti kuranor, në ajetin tjetër pasues vijues, Allahu ka thënë Ayyaman ma'dudat. Pra këto ditët e agjerimit të Ramazanit janë ditë të numëruara, janë ditë të përcaktuara. Pra, o ju njerëz, dijeni se muaji i Ramazanit përbëhet nga ditë të numëruara, nga ditë të kufizuara, nga ditë të përcaktuara për juve, të cilat jeni të detyruar t'i agjeroni ato. Prandaj nxitoni o robërit e Allahut me vepra të mira në këtë muaj të bekuar, drejt fitimit të xhennetit dhe arritjes së kënaqësisë së Allahut të lartësuar dhe faljes së gjunave nga gjithë mëshirshmi mëshirplot dhe lirim e çlirim nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. O robërit e Allahut, agjerimi i muajit të Ramazanit ka një rëndësi jashtëzakonisht të madhe në Islam. Për shkak se agjerimi i tij jo vetëm që është detyrë prej detyrave fetare, por ai është një shtyllë prej shtyllave të Islamit. Siç ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith të transmetuar nga Buhari dhe Muslimi dhe të tjerë nga Ibn Umeri, an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-islamu ala khams shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami salat wa ita'i zakat wa hajji wal hajj wa sawmi Ramadan. Nga Ibn Umar radhiyallahu anhuma transmeton se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, Islami ndërtohet mbi 5 shtylla, mbi 5 themele. E para është dëshmia, deklarata, pra që quhet shahadeti, që nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe dërguari i tij. Shtylla e dytë është namazi, shtylla e tretë është zakati, agjerimi është shtylla e katërt dhe më pas haxhi. Pra, agjerimi i muajit të Ramazanit, siç e pam nga ky hadith, është shtyllë prej shtyllave të Islamit, përveç faktit që është dhe detyrë prej detyrave të tij. Po ashtu një rëndësi dhe vlerë tepër të madhe që ka agjerimi i muajit të Ramazanit është se kush agjeron ata me besim të plot tek Allahu dhe shpresë tek shpërblimi i tij, do t'i falen atij të gjitha gjunahet e vogla të kaluara, siç ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Transmeton hadithin al-Bukhari wa Muslim. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron muajin e Ramazanit me besim tek Allahu e duke kërkuar me këtë shpërblim prej tij, do t'i falen atij të gjitha gjunahet e kaluara. Transmeton Buhari dhe Muslimi. Tani në këtë hadith që sapo dëgjuat, ka ardhur në mënyrë të përgjithshme se kush agjeron Ramazanin do t'i falen gjunahet, do t'i falen të gjitha gjunahet. Po atëherë pse themi se i falen vetëm gjunahet e vogla dhe jo gjunahet e mëdha? Përgjigja është e sqaruar në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Muslimi dhe Imam Ahmed
nga Ebu Hurera radiallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Es-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al-kaba'ir." 5 vaktet, pra 5 kohët e namazeve, xhumaja deri te xhumaja tjetër, agjerimi Ramazanit deri në Ramazanin tjetër, janë fshirje, janë falje të gjunajeve nëse njeriu i largohet gjunajeve të mëdha. Transmeton Muslimi. Pra nga ky hadith kuptohet se agjerimi i muajit të Ramazanit i fshin të gjitha gjunajet e vogla, përderisa njeriu i largohet gjunajeve të mëdha. Të nderuar vëllezër, për rëndësisë, vlerës, mirësive dhe dobive të agjerimit të Ramazanit është se shpërblimi i agjerimit nuk ka një kufi të njohur për neve, nuk ka një kufi të njohur dhe të përcaktuar për neve që ta dim sasinë e madhe të shpërblimit nga Allahu i lartëmadhëruar për agjeruesit, dhe nuk e dim masën e këtij shpërblimi askush tjetër përveç Allahut të lartëmadhëruar, dhe kjo është një veçori specifike dalluese e veprës së agjerimit ndaj veprave të tjera të mira, siç ka ardhur në hadith nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Nga Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: çdo vepër që e kryen njeriu, çdo vepër që e kryen biri i Ademit, pra njeriu e ka shpërblimin për veten e tij përveç agjerimit. Ai është për mua, ka thënë Allahu xhaleshanu, ai është për mua, pra agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Gjithashtu në një transmetim tjetër që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, ka ardhur nga Abu Huraira radiallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: çdo vepër e mirë e kryer nga njeriu shumë fishohet shpërblimi i saj. Për çdo vepër të mirë të kryer nga njeriu shumë fishohet shpërblimi i saj. Pra për një vepër të mirë besimtari shpërblehet nga 10 fish deri në 700 fish. Dhe në këto momente Allahu xhaleshanu tha: përveç agjerimit, me të vërtet që ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Transmeton Muslimi. O ju njerëz, prej rëndësisë së agjerimit të muajit të Ramazanit, prej vlerave dhe dobive të tij të shumta, është se agjerimi i Ramazanit është muaj i bekimeve dhe i mirësive të mëdha. Pasi me hyrjen e Ramazanit hapen portat, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhenemit dhe lidhen shejtanët, siç ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha dakhala shahru Ramadan, futihat abwabu as-sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilat ash-shayatin." Kur hyn muaji Ramazanit, hapen dyert e qiellit, dhe në një hadith tjetër, në një transmetim tjetër ka thënë: hapen dyert e xhenetit, mbyllen portat e zjarrit të xhenemit dhe lidhen shejtanët. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Gjithashtu nga adhurimet më të mëdha dhe më të veçanta që kryhen në muajin e Ramazanit, të cilat janë shkak për faljen e gjunaheve, është edhe namazi taravive, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e transmetuar nga Abu Huraira, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush qëndron në Ramazan duke gjallaruar atë me adhurime, pra me namaz, me lexim Kurani, me dhikr, me lutje, me besim të plot, me besim të patundur, pra të palëkundur tek Allahu i lartëmadhëruar, dhe me shpresën tek Allahu për shpërblim, do t'i falen atij gjunahet e kaluara. E transmetojnë Buhari dhe Muslimi dhe kanë thënë se qëllimi këtu është për qëllim, pra kush angazhohet për namazin, për faljen e namazit të taravive. Ndërsa dietarë të tjerë kanë thënë se është për qëllim çdo adhurim dhe bindje ndaj Allahut, siç është namazi, leximi i Kuranit, përmendja e Allahut, dhikri, lutja, sikurse i përmendëm pra pak më sipër. Prandaj, besimtari duhet të bëjë përpjekje maksimale që ta falë namazin e taravive me xhamat, me imam,
në xhami dhe të përpiqet të mos largohet nga xhamia pa i përfunduar imamit të gjitha rekatet e taravive, sepse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë vepër të mirë: innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kataba Allahu lahu qiyam laylatin. Kush falet me imamin derisa ai të mbarojë namazin, ja shkruan atij Allahu shpërblim sikur është falur të gjithë natën. Transmeton Imam Tirmidhi dhe Nesai dhe muhadithin dietar të tjerë të hadithit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'ir muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين للأولين والآخرين مصطفى الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. O robrit e Allahut, prej rëndësisë jashtëzakonshme të Ramazanit dhe për vlerës së tij madhështore, është në këtë muaj të bekuar ndodhet një natë, nata e Kadrit, e cila gjendet në 10 ditët e fundit, pra në 10 netët e fundit të Ramazanit, dhe që është nata më e vlefshme dhe më e rëndësishme e muajit në muajin e Ramazanit dhe e të gjithë vitit. Ajo është nata në të cilin Allahu i lartmadhëruar e zbriti Kur'anin famëlart. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Është nata në të cilën zbresin me lajket në tokë, engjëjt në tokë, bashkë me Xhibrilin a.s. dhe është paqe deri në agim. Ka thënë Allahu i lartmadhëruar në suratul Qadr: inna anzalnahu fi lejletil qadr wa ma adraka ma lejletul qadr lejletul qadri khajrum min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ka thënë Zoti i botrave në surën Al-Qadr, për që flet për natën e Kadrit, me të vërtetë se ne zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund të bëj ty të dish, të kuptosh se çfarë është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, pra 1000 muaj është 83 vite e 4 muaj. Është 83 vite adhurim dhe 4 muaj. Në këtë natë, thot Allah subhanahu wa taala, në këtë natë zbresin engjëjt dhe shpirti i Xhibrili, pra Xhebraili alayhis salam, për çdo çështje që është përcaktuar dhe është vendosur nga Allahu azza wa jall. Ajo natë është paqe deri në agim, pra deri në kohën kur hyn koha e namazit të sabahut. Po ashtu Allahu i lartmadhëruar ka thënë në një sure tjetër për natën e Kadrit: inna anzalnahu fi lejletin mubaraka inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ka thënë Allahu i lartmadhëruar: ne e zbritëm atë Kur'anin në një natë të bekuar, në natën e Kadrit, me të vërtetë që ne i paralajmëruam njerëzit, pra ishim paralajmërues për njerëzit, për njerëzimin. Natë ndahet, caktohet, përcaktohet çdo çështje në mënyrë të prerë me urtësi nga Allahu i lartmadhëruar, me një urdhër të përcaktuar nga vetë ne, thot Allahu, s'ka dyshim se ne dërguam pejgamber, ne dërguam të dërguar. O ju njerëz, kjo natë e bekuar dhe madhështore ka përmbledhur dhe përfshirë në të cilësi të plota dhe karakteristika të përsosura prej mirësive të Allahut, prej bujarisë të tij të pafundme dhe prej dhurimit të tij ndaj njerëzimit të mëshirës së Allahut, të gjithëmëshirshëm, mëshirplot. Prandaj duhet që çdo besimtar të bëjë të gjitha përpjekjet e tij të fuqishme që ka mundësi t'i bëj për të arritur natën e Kadrit me adhurim dhe për ta kaluar atë me adhurime të ndryshme, të cilat i do dhe është i kënaqur Allahu i lartmadhëruar prej tyre. Allahu, prandaj, ai njeriu pra duhet i shfrytëzojë orët dhe ditët e mbetura në bindje ndaj Allahut, që të jetë prej atyre që i pranojnë veprat në këto 10 ditë, duke qenë prej fitimtarëve në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është kështu sepse nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, siç e tham në ajetet vijuese, në ajetet që përmendëm më sipër, dhe 1000 muaj janë 83 vite e 4 muaj adhurim.
Gjithashtu, sepse në natën e Kadrit ndahen dhe përcaktohen fatet e njerëzve për gjithë vitin në vazhdimsi, pra vit pas viti, deri në ditën e gjykimit, pra në çdo natë Kadri ndahen dhe përcaktohen fatet e njerëzve për atë vit, dhe kjo vazhdon në vazhdimsi, është proces deri në ditën e Kiametit. Sepse nata e Kadrit është nata në të cilën zbresin engjëjt në tokë bashkë me Xhibrilin, me qetësi, me paqe dhe siguri, dhe njerëzit i përfshin mëshira e Allahut të lartë madhruar, Zotit të botrave, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, falsit të gjitha gjunaheve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për natën e Kadrit: "Men qama lejletal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e gjallëron natën e Kadrit me adhurime, me besim të bindur tek Allahu dhe me shpresë për shpërblim, do t'i falen atij çfarë ka kaluar për gjunaheve, transmeton Buhari dhe Muslimi. Transmetohet nga nëna besimtarve an Aishate qalet: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawizu fil ashri al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw laylatal qadri fil ashri al-awakhir min Ramadan", muttafaqun alayh. Transmetohet nga nëna besimtarve Aisha radiallahu anha, Allahu qofti kënaqur prej saj, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte itikaf në 10 ditët e fundit të Ramazanit, dhe itikafi është ku njeriu qëndron në xhami, e izolon veten e tij në 10 ditën e fundit dhe angazhohet vetëm me adhurime ndaj Allahut të lartë madhruar, dhe largohet përkohësisht, momentalisht për këto 10 ditë nga kontaktet dhe kënaqësitë materiale, fizike apo angazhimet e dynjas, dhe përqendrohet me trupin e tij, me zemrën e tij, me mendin e tij, me shpirtin e tij vetëm në adhurim ndaj Allahut të lartë madhruar. Prandaj thot Aisha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte pra itikaf në 10 ditët e fundit dhe thoshte: "Kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit", transmeton Buhari dhe Muslimi. Gjithashtu Aisha, nëna besimtarve, transmeton se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Taharraw laylatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan", rawahu al-Bukhari. Kërkojeni natën e Kadrit në netët teke në 10 ditën e fundit të Ramazanit, transmeton Buhari në sahihun e tij. Po ashtu transmetohet gjithashtu nga Aisha se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë an Aisha radhiyallahu anha qalet: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru ahya al-layl wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar", rawahu al-Bukhari. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur hynte 10 ditësh i fundit i Ramazanit, ai e gjallëronte të gjithë natën me adhurime, e zgjonte familjen e tij nga gjumi dhe përpiqej shumë në adhurime dhe largohej nga marrëdhëniet bashkëshortore, pra nga kënaqësitë e kësaj jete. Gjithashtu Aisha, nëna besimtare, transmeton dhe thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghayrihi wa fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi." Thot Aisha, nëna besimtarve, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bënte përpjekje në adhurime në muajin e Ramazanit më shumë se në muajt e tjerë të vitit, dhe ndërkohë gjithashtu bënte përpjekje në 10 ditën e fundit të Ramazanit më shumë se në ditët e tjera të Ramazanit, transmeton Muslimi. Dhe në fund, Aisha e pyeti të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Ara'ayta in alimtu ayyu laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha?" Qala: "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Aisha radiallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Po nëse unë e marr vesh, nëse unë e di, nëse do ta dija pra natën e Kadrit se cila natë është ajo, çfarë të them në të? Çfarë lutje të bëj? Çfarë adhurimi të bëj?" Dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allahu im, o Zoti im, innaka afuun, ti je falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua. O Allahu im, ti je falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة